Pika e 5 të shqyrtimi propozim vendimit për ndalimin e ekzekutimit të rregullorës për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare apo ex officio të Odës Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente. Me qëllim të garantimit të funksionimit efektiv të sistemit të drejtësisë dhe mbrojtjes së të drejtave qytetarëve, parashihet pezullimi i përkohshëm i zbatimit të rregullorës së Odës së Avokatëve të Kosovës për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kompetente. Ky veprim mbështetet në shqetësimet e ngritura nga institucionet e drejtësisë lidhur me ndikimin që rregulloria mund të ketë në funksionimin e sistemit të mbrojtjes juridike, veçanërisht në fazat e hershme të procedurave penale. Për më shumë e ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e drejtësisë, zonja Ndonika Gërvalla Shfarës, ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, shumë të nderuar koleg, paraqes para jush për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin ton për ndalimin e ekzekutimit të rregullores për pranimin dhe trajtimin e thirrjeve telefonike në sistemin e caktimit të avokatëve sipas detyrës zyrtare ex officio të Odës së Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës. Nderuar koleg, Ministria e Drejtësisë në kuadër të mandatit saj kushtetues dhe ligjor për zhvillimin e politikave që garantojnë funksionimin e rregullt dhe efektiv të sistemit të drejtësisë dhe sigurimin e qasjes së barabartë në mbrojtje juridike për të gjithë qytetarët si palë të së drejtës, ka trajtuar me shumë vëmendje dhe kujdes çështjet e ngritura lidhur me funksionimin e sistemit të caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare. Nga shqyrtimi i dispozitave të rregullores së lartë përmendur, është vlerësuar se disa kërkesa procedurale të parapara mund dhe krijojnë pengesa praktike në funksionimin efektiv të mekanizmit të caktimit të mbrojtësit sipas detyrës zyrtare, veçanërisht në fazat fillestare të procedurës penale, kur të dhënat relevante mund të mos jenë plotësisht të disponueshme në kohë reale apo në raste të tjera kur ligji parashet që procedura të zhvillohet në masa të veçanta sipas ligjit. Duke pas parasysh garantimin e mbrojtjes efektive juridike, si dhe nevojën për funksionimin e pandërprerë dhe efikas të sistemit caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare, si dhe duke marrë parasysh kompetencën e Qeverisë Republikës Kosovës për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të përgjithshme të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe të drejtën për të ndaluar ekzekutimin e tyre deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente, është vlerësuar e domosdoshme që zbatimi i kësaj rregulloreje të pezullohet përkohësisht deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Ky veprim synon të sigurojë ruajtjen e standardeve kushtetuese dhe ligjore të së drejtës për mbrojtje, si dhe të garantoj funksionimin e drejtë dhe efektiv të mekanizmit mbrojtjes juridike e veçanërisht mbrojtjen absolute të drejtave themelore të njeriut për palët e së drejtës. Prandaj, me besimin se ky propozim vendim do të marrë përkrahjen tuaj, ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit Ministre Gërvalla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.